stabiliteti i diellit, për shkak të ekskursionit termik, për shkak të fatësisë, ka efekt. Kjo teknikisht banaki duket kur gjë, por në kuptimin e kualitetit është gjithçka. Nuk aty? Zet, po zet. Ora të shkëshë në vjetë pasur në rrështë në djahë në gjësë në shkëllasë. Sukses e orina. Kosova. Smalit me rrështë ashtë në, e shpemë sot. Për shka? Mirë se erdhë në vjeljen Kosova 2026 në ndërmarrjen e Agro-Kosova Holding. Si çdo vit, edhe si vjet, në mënyrë tradicionale, ndërmarrja Agro-Kosova Holding në bashkëpunim me Aleancën Kosovare të Biznesit dhe natyrisht në prezencën edhe të kryetarit të komunës së Suarikës, e ban fillimin simbolik, po edhe efektiv të vjeljes së rrushit të verës. Sot ka qëllu dita ku jem të vjel varietetin Pinot Blanc, këtu në Shirok, në plantacionet e Agro-Kosovës. Është interesant që me theksu që çdo vjet po vim të eksperimentu kohën e maturimit të rrushit në Suarek, edhe si vjet kem fillu shumë herët. Sot është hapja simbolike, po në realitet kem fillu me datë 17 gusht. Kjo është rekordi regional i fillimit të vjeljes së rrushit. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë që gjendemi në një territor që mikroklima, që çdo herë thojmë është ideale, vërtetohet që është ideale për arsye se intensiteti i diellit, i klimës, i ajrit, i ekskursionit termik është i tillë që e maturon më herët se sa çdo vend në rajon rrushin e verës. Prandaj edhe njerë ju falenderoj gjithë juve që jeni prezent këtu, kryetarin e AKB-s Sotin Shahini, kryetarin e komunës Sotin Vali Muharremaj, të gjithë antarët e aleancës edhe përfaqësues tjerë të bizneseve, edhe uroj që ky vit të shkojmë barë në gjithë territorin e Kosovës dhe të kemi një sukses në vjeljen dhe përfundimin e vjeljes. Faleminderit. Jemi në komunën Suarikës dhe kompania Agro-Kosova Holding. Du më falendru edhe kryetarin tu, kemi Zotin Shahinaj. Me antar, me shok, me miq, kemi disa mosafirë nga Zvicra, nga Maqedonia, faleminderit shumë. Qëllimi kryesor i qeverisës komunale dhe nacionale është të prodhojmë bizneset tona, të stimulojmë bizneset tona, të japim kushte më të mira, për arsye se sa më shumë mall për ne është më mirë. Jemi në vendin më të mirë në Kosovë, mirë po edhe kemi rrushin më të mirë, kemi cilësi, kemi kvalitet, kështu që përjaqojnë një porosi smalatifit që ne po startojmë më herët me vjeljen rrush për arsye se kemi më kvalitet. Faleminderit shumë. I nderuari Aziz, pronari i Agro-Kosovës Holding, i nderuari kryetar Vali Muharremi, të nderuar ju antar të Aleancës Biznesit, përfaqësues të Aleancës nga Zvicra, Maqedonia, Kosova, Gjakova dhe gjitha vendet që sot jeni këtu, mirë se jeni ardhur në fushatën e parë si vjet për vjeljen e rrushit Kosova 2026, që po fillojna në Suharek, në një vend
të traditës së prodhimit të rrushit, në një vend të traditës së prodhimit të verës, në një vend të traditës për të bërë biznes. E falenderoj kryetarin e zotin Balim Muharremi, i cili suksesin nuk e mat me mandat, por me vepra të një pasnishme që po i lën për qytetarët, për biznesin, dhe ne bashkëpunojmë shumë projektet përbashkëta, siç është vjedhja e rrushit, po ashtu dita e qershisë, festari e shumë projektet përbashkëta. Kosova duhet mburret me prodhuesit vendor, duhet të ofrojë mundësi më të mira për të zhvilluar prodhimin vendor. Ditë më herët Aleanca publikoi një studim projeksioneve të importeve ku brenda aktiviti mesatarisht importet do të kalojnë 7.5 deri 8 miliard euro, kurse deficitet tregtare do të shkojnë më shumë se 6.5 miliard euro. Për të ndaluar këtë deficit të madh tregtar, qeveria duhet të mbështet ekonominë, prodhuesin, biznesin dhe rritja ekonomike mos varet nga konsumi dhe remitencat, por të varet nga prodhimi, nga punësimi, eksporti dhe investimet. Këto janë të qëndrueshme dhe këto duhet të jenë model i zhvillimit ekonomik të vendit. Prandaj sot nga këtu kemi ardhur t'ju themi të gjithë konsumatorëve kosovarë se prodhimi vendor, pavarësisht presionit të madh të importit dhe presionit të padrejtë të disa institucioneve që bëjnë mbi prodhuesin, prodhuesi vendor është më i sigurt. Është më i qëndrueshmi për zhvillim ekonomik dhe është gjithmonë pranë qytetarit, konsumatorit, sepse prodhuesi është jo vetëm prodhues, por taksapagues. Është ai që hap vendet punës, është ai që e forcon brandin madje në Kosova. Brandi madje në Kosova ka nevojë për mbështetjen e shtetit, për mbështetjen e konsumatorit, edhe mbështetjen që duhet të bëjmë bizneset me zveti. Unë konsumoj prodhime vendore, po ju tradita po vazhdon. Dhe kjo moto është me qëllim që ky rrush, i cili është më i miri në Ballkanin perëndimor, të konsumohet, të ofrohet subvencione më shumë për juve, në mënyrë që vitin e ardhshëm jo të kemi një plantazh në Agrokosovë, po të kemi edhe më shumë plantazha që fillojnë biznes të ri, që kultivojnë rrushin, që kanë mbështetje nga shteti dhe nuk kanë pengesë nga shteti, dhe gjithë kjo të jemi gjithë pjesë e zhvillimit ekonomik kombëtar. Ne emën të Aleancës Kosovare të Biznesit, ne emën gjithë kolegëve e uroj Kosovën për një fushat të vjeljes së rrushit të mbar, juve si prodhues të kultivoni sa më shumë cilësor rrush dhe prodhimet të tjera, e ne si konsumator t'ju falenderojmë juve për cilësi dhe kvalitet. Faleminderit. Atëherë po hajmë tonë ka pak rrush.